Sekretari i përgjithshëm i Partisë së Lirisë Tedi Blushi pyeti në Komisionin e Ligjeve kreun e Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë Artur Metani nëse ndaj gjyqtares së GKK-s Irena Gjoka ka procedim disiplinor. Vitin e kaluar, ju para Kuvendit të Shqipërisë, keni deklaruar se keni nisur një procedim disiplinor për gjyqtaren Irena Gjoka Maneku Shpata. Ka kaluar një vit. A mund të na thoni kjo gjyqtare ka qenë e dënuar në Greqi apo jo? Unë s'kam deklaruar asnjëherë që Irena Gjoka është në hetim nga Inspektorati të Drejtësisë, as vjet, asnjëherë. Dhe nuk e kam thënë pra tani. Blushi pyeti Metanin nëse ka lidhje të mundshme me inceneratorët. Ju kur nuk e keni sqaruar rolin tuaj në këtë çështje. I referojnë faktit që keni qenë drejtues i departamentit juridik në Këshillin e Ministrave, shumë prej akteve të së cilës sot janë çështje të cilat hetohen ose janë në gjykim. E kompromenton kjo rolin tuaj? E kam deklaruar këtu 2 herë. Që unë s'kam asnjë lidhje me inceneratorët, megjithatë kjo është personale dhe jam i lirë dhe jam në pritje nëse organet që po e hetojnë këtë çështje ta vlerësojnë dhe ta gjykojnë siç e mendojnë ata. Një tjetër pyetje nga ana e sekretarit të përgjithshëm të Partisë së Lirisë ishte nëse ILD ka ankesa ndaj prokurorëve dhe gjyqtarëve të SPAK. A ka ankesa konkrete për prokurorët e SPAK-ut në raport me zbatimin e ligjit dhe me gjykatësit e posaçëm? A ka pas ankesa për SPAK? Edhe këtë e thash, po ndoshta se kishin mendjen. Emra nuk jap emra, po. Emrat që jap se nuk jap emrat. Se nuk është personale, emocion, se nuk si kushton asgjë inspektorit jap emrat. Çështja është që ti duhet ruash një balancë ndërmjet punës që ti bën, po truash dhe figurën e gjyqtarit dhe prokurorit.